Rrugët e Kosovës po kthehen në skena tragjedish, ku pothuajse çdo ditë raportohet për aksidente të rënda e në shumicën e rasteve me pasoja fatale. Mbrëmjen e së mërkurës, një person humbi jetën, ndërsa 2 të tjerë posuan lëndime si pasojë një aksidenti në rrugën Gjergjis-Vërmic. Rastet e aksidenteve me fatalitet në Kosovë po marrin për masa shqetësuese. Vetëm mbrëm vdiq 38 vjeçari nga Podujeva në rrugën Gjergjis-Vërmic. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë, Bajram Krasniqi, i cili bëri të ditur se në aksident u përfshin 2 automjete. Në aksident janë përfshirë 2 automjete. Në vendin e ngjarjes, pas njësive policore, janë thirrur dhe ekipet mjekësore. Si pasojë e aksidentit, sipas ekipit mjekësor, një person është pa shenja jete, kurse 2 të tjerë kanë pësuar lëndime dhe janë bartur për trajtim mjekësor. Ndërkohë gjatë së enjtës u raportua për një aksident në fshatin Kiev të Malishevës. Sipas policisë, nga ky aksident, 7 persona kanë pësuar lëndime trupore, por janë jashtë rrezikut për jetë. Në aksident janë përfshirë 3 automjete, ndërsa sipas informatave të deritanishme, raportohet se 7 persona janë dërguar për trajtim mjekësor. Aktualisht gjendja e tyre shëndetësore është jashtë rrezikut për jetë. Kurse sipas ekspertit të komunikacionit, Nol Dedajt, faktori njeri dhe shpejtësia e madhe vazhdojnë të jenë një ndër shkaqet kryesore të aksidenteve të rënda. Aksidentet në autobus janë të një veçori të veçantë për shkak të shpejtësisë së madhe të kufizuar dhe zhvilluar. Edhe kjo pikërisht është ajo që neve na ban pak më shumë kuriozitet për hulumtimin e rasteve të veçanta për elementet dhe faktorët të cilët ndikojnë drejt për drejt. Ndërkohë, sipas raportit të policisë, vetëm gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë ka ndodhur 69 aksidente trafiku, një prej tyre me fatalitet dhe 21 me të lënduar. Ministria serbe